Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Çelibashi ka folur lidhur me procesin e votimit të diasporës, duke theksuar hapat që po ndërmerren për realizimin e procedurës. Ai njoftoi se kanë filluar të fusin fletët e votimit në zarfe dhe se nesër në mesnat do të përfundojnë vulosjen e tyre. Brenda kësaj jave ne do të fillojmë dhe procesin e dërgimit dhe shpërndarjes së zarfeve të postës për atë sasi që ne do të kemi bërë gati. Pra nuk do të presim që ta bëjmë gati komplet sasin e dokumentacionit zgjedhor dhe materialeve zgjedhore, por pjesë sipas destinacionit, Itali, Greqi, Gjermani, Shtetet Bashkuara të Amerikës e tjera. Nëse ne fillojmë shpërndarjen, të themi të hënën që vjen, sipas asaj çfarë është angazhuar operatori i shërbimit postar, brenda një dite për Greqinë, Italinë ose 2 ditësh maksimumi, do ta kenë zarfin me fletën e votimit në banesën e tyre. Dhe besoj, jemi duke diskutuar akoma me operatorin e shërbimit postar, do të synojmë që në çdo rast ata ta mbajnë këtë dokumentacion deri nga data 1, 2 ose 3 maj, të jetë data e fundit. Pra gjatë kësaj periudhe kanë mundësi që të vinë të kthehen dhe ta gjejnë zarfin atje ose ta marrin zarfin para se të nisen nga Greqia ose Italia. KQZ bën me dije se fletët e votimit do të mbërrinë në Europë nga data 15 prill deri në 22 prill, ndërsa në kontinentet e tjera nga 15 deri në 25 prill, ndërkohë që sipas afatit zyrtar, çdo zarf që mbërrin pas orës 19:00 të datës 11 maj nuk do të numërohet.